Jo, absolutisht jo. Dhe me thonë, edhe as si student, as si burgus... Unë shumë herë të komë në Bajramin për vete, dy shtu. Absolutisht, edhe në ty, e së është problem. Por, është problemi, dhe me thonë, që, dhe me thonë, në situatat caktume, dhe me thonë, njeri flet dishka, edhe tani nuk e kuptojnë. Unë jam kundër ekstremizmit. Të gjdo lloj feje, jo vetëm islam. Absolutisht, katolicizmit, islamizmit, ortodoksizmit, nëse ka ekstremizëm. Por, unë me fe nuk jo marrë. Dhe me thonë, i marrë me çështjet e kombit, i marrë me çështjet e shtetit. A pra nëse të më një dhërat? Çka dush, marrë, pse jo? Kamera nëse mundesh me marrë pak më afër të jalloni, se po thonë që pranon. Koroni është libri i shet? Po, faleminderit shumë. Faleminderit, absolutisht, e kam lexuar. A ke lexuar Kuranin? Po, e kam lexuar. Ka thonë dikush për demek familjarët e tu janë distancuar, kanë thonë. Jo. Se ka lexuar në rreth, domethënë ke lexuar Kuranin pro. Absolutisht, e kam lexuar në burg, e kam lexuar edhe bosnjakisht. Çka kujtohet ndaj thonë ja shkurtimisht? Pa ja, thonë nuk kujtohet, po më duket domethënë pak e Iran. Kurani është me lexu pak me zbërthy, është bukur Iran me zbërthy. Po se ka shpreh alegorike metaforike. Alegorike shumë ka, është shumë Iran, duhet me lexu 3-4 herë. Duhet me lezu për me kuptu mirë. E këta që jenë gjuhë dhe me thonë që kundër feja në këtej, jemi bindu që se ka lezu asë njën i Koranin. Bravo, të atë vijë. Sonë e kam në bibliotekë, për kuriositet dhe thonë i kam edhe 2 në bibliotekë, i kam bibliotekë në shpi, i kam 4.000 libra bibliotekë, mes tjera dhe private që i kam edhe 3, dhe me thonë kësi. Korona? Po ma, absolutisht. A ne po të hapun e njëm? Faleminderit shumë, s'ka problem. Për pranën? Absolutisht. Faleminderit. Se jo, mara. Po, e ke pas një thonjë aty kanë thonë që jo feja ka dalë nga shtratit se ke pas kuptimin e fejes. A di që ka qenë problemi? Ka qenë problemi është dosht me thonë në kuptimin kushtetus, e këmë thonë popullor që, në të cilën dhe me thonë e kanë kishë kuptu njerës. Po dhe po kujdo që ben nga shtratit është i dalë? Jo, duhet një farloj kontrole, dhe me thonë me bo një farë kontrole ligjore ta që i kështu. Edhe ashtu tani e kom një farësi e kom përdorë si metaforë, si tjera nuk e kanë kuptu, se mu nuk kom interesani dhe respektoj shumë, dhe me thonë njerës të fesë, absolutisht. Edhe Ramazanën e këta që folën e sana? Absolutisht, besë të bëngane e kjo është drejt kushtetuse, gjatë tonë jetës kom liftu për liri dhe pavarësit njerëzve. Nuk e di ku e posë dikon këshin lypë arrestimin tanë? Ani, mirë, shumë, kisha pushu pak. A di pse, demek ke bo thiri për... Thire këndër nxitje dhe urrejtës fetare, që është taj ligji? Jo, për burra, ko mirë me shku në pak, me pushu se jem lodhë, bukur shumë. Jem të e bo një libër gati, një libër tem që e kom shkru? Shumë faleminderit, po. Albatras Rejgjaj është... Autorë. E ka thonë një thonje, po... Ani, shumë mirë. Edhe recensent është Mikel Cupi. Albatrosin e kam edhe mikë, dhe thonë, është njeri tepër inteligent, inteligencën e kam bi mesatare. Po, e vërdet. Qka do pëtëm? Ja, po nëllë me edhe pak të feja, profesor. Jo, nuk isha diskutu për shumë. A ka qenë, jo, po më intereseni diqka, a ka qenë familjarët, dhe me thonë bashkë vlau ytja që ka dollë distansu api ju? Jo, mërën, se nuk e di kush, asë që marrë me këtë punë, nuk i këshyri këto. Unë e po që sështë vlau yti, po thash. Në regull është, se edhe më kom vlau, këtë vlazni jemë. Unë e kom ma shumë vlazën prej kombit. Apo këta në prej kombit, prej shtetit. Thonë këtë vlazit biologik, mundet me qenë, se ne, së është të lashe. E pse jopin, dhe më thonë, pse bojnë që të pyti zakonisht gazetarët a feja a kumbi? Normalisht i kumbi burë. Po kështure, feja është kjo hershme, është popullet, të gjithë popullit kanë, dhe më thonë, kanë përdorë fejnë. Na, populli shqiptar, jemi popull me 3 fejë. Edhe konsiderohëm në populli më, dhe me thonë, më patësor në Evropë dhe në botë. Se bota kanë liftu, dhe me thonë, jo dini, kanë liftu protestant me katolikte, kanë liftu muslimant me dikon tjetër, në Kosovë dhe në Shqipëri, të rojë shqiptare, në kur s'kemi liftu, këtë qështë e kemi losë si feja, dhe me thonë, është një farloj pasurije, komtare është. Edhe kemi respekt e reciprok. Po për këtë lëvizjen e Deçanit që është bërë, çka po mendon bro? Nuk e di, përveç nuk kem marrë. A thash, nuk kem marrë, për herë të para ditë seminar kam shku edhe sesion